Ose të puthesh me një burr. Ose kjo. Kështu që prapë të zgjodhe dashurinë, jo sherrin. Po, eksakt, bravo. Pati ndonjë moment më mbrapa kur e peti që u bë e madhe, që u pendove dhe po. Pse e bëre? Po, me thënë drejtën po, domethënë kashtis ma dha Zoti tash. Se ishte, domethënë kisha këtë vrullin me Laertin. Po flasim për puthjen me Laertin, po. Kisha këtë vrullin që doja t'i shkoja blofit të tij. Edhe e pash pak a shumë si puna e basteve, kur ti ve bast me dikë dhe i thu bëja këtë gjë, edhe dikush tjetër thotë po bëje ti një herë, më kupton? Edhe po më ja po e bëj unë, tani bëje ti. Pra kjo ishte logjika ime në atë moment. Nuk ma dha Zoti që në sekond fundit të tërhiqesh e t'i thoja, shi, ti je gati për të mputh mua dhe jo atë. Nuk ma dha, ishte i fraksion sekundi që doja t'i shkoja all in gjës, vetëm për të demasku po themi lidhjen e tyre që gjithë e dinim që nuk është e vërtet. Hajtë më ndodhi hera parë, hera fundit. Dhe më thënë, hera parë dhe e fundit. Është e vështirë në Shqipëri që të bëhet një gjë e tillë. Kur dole jashtë të thanë një gjë familjarët, njerëzit e afërt. Jo. U kuptu pse ishte një fucking baby kiss, do të thënë. Erdhe me vrap. Po pse si dohet i vion nga dalë është, dohet vija të shikoja, të prekja, të shijoja momenti. Ashtu s'do ndodhte kurrë në jetë të jetën, ndërsa kështu një baby kiss vetëm për t'tregu që ti nuk e puth atë sepse nuk e do dhe je më i gatshëm të puthësh çunën se sa valbonën, kjo ishte mesazhi më shumë se sa. Kjo ishte edhe sakrifica ime. Sakrifica të doli të ngeli që flirtove me gjitha, si gocë puthe, vajte puthe Laertin. Tmerr. E kupton domethënë? Mbase do e rregulloj jashtë. Kjo duhet, kjo është e tmerrshme.